Lojrat olimpike dimrore Milano Cortina 2026 po transmetohen prej disa ditësh ekskluzivisht në rrjetin e radio televizionit shqiptar, në një kohë që janë dhënë medaljet e para, po afron koha që edhe sportistët që përfaqësojnë Shqipërinë të zbresin në pistë. Skuadra kuqezi, sikur më parë, përfaqësohet me 4 skiatorë, pikërisht me Lara Kolturin, Deni Xhepën, Liza Brungën dhe Semire Dautin. I pari që do të garojë do të jetë Deni Xhepa të mërkurën me 11 shkurt, duke filluar nga ora 11:30 në pistën Bormio. Xhepa do të marrë pjesë në disiplinën Super G për meshkuj, ndërsa më 14 shkurt do të jetë sërish në pistë, ku do të garojë në slalomin gjigant. Skiatori kuqezi do të mbyll garimin me 16 shkurt në slalom, ndërsa me 15 shkurt zbresin në pistë Lara Kolturi dhe Semire Dauti në disiplinën slalomi gjigant. Kalendari vijon me disiplinën slalom më 18 shkurt, ku do të garojnë të treja vajzat që përfaqësojnë Shqipërinë, Lara Kolturi, Liza Brunga dhe Semire Dauti.